Gjermania do të ketë në dispozicion sistemin e saj më të ri dhe më të fuqishëm të mbrojtjes ajrore Arrow 3. Bëhet fjalë për një sistem të avancuar izraelit, i cili tani është i vendosur në bazën Holzdorf. Kështu për herë të parë Bundeswehri do të ketë aftësinë të shkatërrojë raketat balistike jashtë atmosferës, shumë përpara sa ato të kërcënojnë territorin gjerman. Siç bëhet e ditur, raketat, radarët dhe teknologjitë e kontrollit janë tashmë gati dhe modulet e tjera do të shtohen së shpejti. Gjermania ka investuar rreth 4 miliardë euro për këtë projekt, i cili konsiderohet blerja më e madhe e mbrojtjes nga Izraeli në histori. Ekspertët thonë se ky është një sinjal i fuqishëm në një kohë tensionesh me Rusinë, duke i dhënë Gjermanisë mbrojtje të re strategjike. Sistemin e fjalë thuhet se ka dëshmuar efektivitetin e tij në Izrael, ku ka rrëzuar qindra raketa balistike gjatë konfliktit të fundit me Iranin dhe grupin Houthi të mbështetur nga Jemeni. Dhe tani, kjo teknologji super moderne është gati për të mbrojtur edhe qiellin gjerman. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.